Shekmus! Po të bie telefoni, shko edhe mere. Do ta kontrolloj më vonë. Është gruaja jote, ha? Sille telefonin. Këtu nuk ka val. Eja këtu, eja. Duhet të vazhdoj. Aslën ta gjej patjetër. Të lutem ndërro Aslën. Ku është vajza ime? Brenda është pandjenja. Berqin, vajza ime e bukur. Çfarë të ndodhi? A je mirë? Qenë ka dobësuar brenda një nate. Faleminderit Zotit që e gjetëm. Ishte gjysmë pandjenja kur mbërriti. I kanë dhënë asaj ilaçe me siguri. Çfarë? Po bën gjumë shumë të thellë. Lumju. Edhe Asla do të gjendet së shpejti. Mos ki merak. Shpresoj. A është e lënduar, a mos ka diçka? Jo, kishte një gërvishtje shumë të vogël e pastrova unë. Nuk është asgjë serioze. Ai. Kush e di sa është e friksuar? Çfarë ka përjetuar? A ka qenë pandjenja që kur erdhi, nuk tha asgjë? A nuk ishte me Aslën? Zotria që i gjeti, tha se i gjeti rreth Gylbashit dhe se ka qenë e vetme atje. Por nuk do të mund ta zbulojmë se çfarë ka ndodhur me të vërtetë derisa të zgjohet Berqini. Por policia përkërkon kudo. E ta zgjojmë atëherë çfarë po presim? Mos e prek as pak. Mos, kush e di se çka hequr vajza ime? Kush e di çfarë po heq vajza ime tani? Nëse presim që Berqini të zgjohet, ndoshta do të jetë tepër vonë për gjithçka. A do të prisje po të ishe në vendin tim? Sigurisht zemër. Si të duash, si të thuash. Jo, nuk doja të thosha. Në rregull e dashur, si të duash. Ndim! Më dëgjoni? Më kanë rrëmbyer! Nuk ka të bëjë fare me mua. Dikush po bën sherr. Ndim! Apo më dëgjon zërin? Telefonoj policisë! Më kanë rrëmbyer! Më liro nga këtu! Mbyllë gojen, se do ta mbyll unë. Zemra ime, zonja Hedi e ka të drejtë. Nuk e dim si është Aslë, pra çdo moment ka rëndësi tani, më beso në fjalët që ti them. Duhet ta zgjojmë Berqinin tani. Ti je baba i Berqinit.
Së pari duhet të mendosh për vajzën tënde. Policia po e kërkon. Lëre të qetë vajzën time. Berqin, vajza ime. Zemra ime, je mirë? Berqin, ku është Aslı? A ishit bashk? Lëviz të thash mos e prek. Lëre të marrë frymë, se po e pyet vazhdimisht. Lëre të qetë vajzën time. Nën, shumë u friksova. Asla nuk mundi të aratise. Çfarë do të thuash? Më thuaj ku është? A është Zamur apo e uritur? Ku është ajo? Fal! Mos e prek të thash, lëviz! Sibel, kujdes me sjelljen. Vajza ime, ku je moj vije vogla ime? Ku je? Ku je vajzë? Ky djalë po të gënjen. Kush po më gënjen mua? Jaz apo si quhet. Ej Lyl, është shumë i pasur, në rregull. Ai nuk e tregon me asgjë, por është shumë i pasur. Ej Lyl, pse është kaq plot me njerëz ky vend? Dua them, çfarë ndodhi tani, më thuaj? Jas, kjo është urgjenca e spitalit shtetëror. Sigurisht që është plot me njerëz. Ti pse po sillesh sikur nuk e qenë asnjëherë më parë në spital shtetëror? Kështu, pasi humba pak gjak kështu, më duket se shoh gjithçka dyfish. Jasi nuk do të më bënte një gjë të tillë. Nuk do të më gënjente mua. Birim do të zëmuresh ti, mos mendo kaq shumë edhe ti. Ne kemi kuptuar që ky Jazi është vërtet i pasur. Por, si mund t'ja vërtetoj këtë e Lylit, nuk po e gjej dot. Do të çmendem. Nëse nuk gjejmë një mënyrë, atëherë mori fund. S'do kishte më kuptim asgjë çfarë kemi plan. Ai Funderina e ka lënë makinën në servis, kështu që të shkoj atje për ta marrë. Nëse e çoj e Lylin atje, ajo atëherë do ta shoh makinën e tij me sytë e saj. Të lumë ty, biri im i zgjuar. Të betohem se pata frikë se do ta humbasësh mendjen duke menduar shumë si një buf i vogël. Të betohem. Hajde, ç'pëpret mo këtu. Shko, kape para se të marrja makinën. Shehbus, vazhdojmë nëse mbarove me telefonatën. Hajde, eja, shkojmë te vajza tani më shpejt. Ti the se është sigurt këtu? Kush troket? Shko. Ka ardhur Gjengizi, shef. Po ky nga mbiu këtu. Hapet. Vlla. Policia. Policët po vinë, vlla.
Policët janë duke ardhur, vlla. Puna e mbarë, vlla. Një klient sapo ka hipur në njërin nga taksit tuaja. Dua thjesht të di ku po shkon ai. Për çarshye? Vlla, është për jetë a vdekje. A je mirë, shoku? Eja, ulu këtu. Nuk kam kohë për të humbur. Bëhet fjalë për 2 vajza të reja që janë në rrezik. Njëra prej tyre është vajza që unë e dua. Të lutem më ndihmo ti shpëtoj, të lutem. Në rregull, hyr brenda dhe pusho pak. Do të bëjmë një njoftim në radio tani. Jo, do të pres këtu. Faleminderit. Mere zemër. Faleminderit shpirt. Më duhet të shkoj tani. Ku? Në mësim? Po shkoj në mësim. Mendova se nuk kishe leksione. Kisha, më telefonoj një shok, ai më tregoj. Mirë. Kalofsh mirë atëherë. Do të flasim më vonë. Ti, a je mirë? Mirë, jam, nuk kam gjë. Zoti Dursun, ata bastisën shtëpinë tjetër tëndën. Maj mendoj se ata shumë shpejt do të vinë këtu. Më trahthove, Dursun. The se nuk do të ketë probleme. Thash që është këtu e sigurt dhe është e sigurt. Mos u bëj budalla, shekmuz! Marrëveshja anulohet. Pse shkakton gjithmonë probleme, më thuaj. Ma prishet gjithë punën. Do që të ta marrë shpirtin Xhengis. Vlla, a bëra gabim që të informova për rrezikun që po të kanoset? E po kanë hyrë në adresat e tua. Nëse shkojnë atje, do vinë edhe këtu. Kjo shtëpi nuk është e imja, idiot. Aja ma që budallasa të sjell një femër në shtëpinë që është e regjistruar në emrin tim. Vërtet? E po, zotri Dursun, unë kam një kërkesë dhe desha pyes. Më thuaj, tani nëse mund ta rregullojmë çështjen e borxhit në ndonjë mënyrë tjetër, sepse morë edhe vajzën e dikujt tjetër. Babai i asaj vajze është profesor drejtësie. Të na shkaktojnë të lashë, zoti Dursun. Më besa për të që po a them. Vërtet? Ti apo tallesh me mua, më thuaj. Po tallesh me mua, do të vras. Do të vras. Do të vras, ty më ta nxjerr shpirtin. Do të vras. A do që të vdesësh? Tani ta marr shpirtin me një herë. Zonja Hedie, pi një gleng. Të lutem bëu e fort, mos e lësho veten. Aslo do të mërzitet shumë kur të të shoh kështu. Të lutem blidhe veten tani. A je më mirë apo jo? Hajde, shtrëngoje pak veten. Mundo të kujtosh diçka. Nga cila anë ishte shtëpia? Si ishte ambienti për rreth? Nuk e mbaj mend. Çfarë lloj shtëpie ishte? Çfarë ngjyre kishte? Nuk e mbaj mend, nuk e di. Neve na mbyllën në një dhomë. Nuk pash asgjë tjetër. Pastaj kisha shumë uri. Pastaj një burr na solli ushqim. Aslı tha të mos e hanim, pastaj se mund t'i kishin hedhur ndonjë ilaç. Ai, Por unë nuk mund të duroja, hëngra. Pastaj unë ndjeva shumë keq. Thash se do të vdisja baba. në rregull mjaft? Vajza ime është traumatizuar. Të lutem përpiqu të kujtosh diçka. Mjafton të jap qoftë edhe pak shpresë. Do të bëj çfarë do duash, do të jem sklavja jote për gjithë jetën, përpiqu të kujtosh diçka, të lutem. Ajo thjesht nuk e mban mend. Sibel. Sibel, të lutem, ki mirë kuptim pak. Mund të jemi shumë vonë madje? Ishte një vil. Ishte si në lagjin i nxek.
Kishte një kopsht, por nuk ishte shumë shtëpi për rreth. Ja nuk e mbaj mend as pak, ju betojmë se nuk mbaj mend as gjë tjetër. Në rregull, zemra ime, në rregull. Mirë, lere rehat, tani tha ajo atë që dinte. Duhet ta informojmë policinë për këtë. Hajde të rëk. Të lutem, mos bëj kështu. Mos ki merak. Shiko, do të takosh përsëri. Ordrani. Faleminderit. Elul, ha mund të flasim pak. Si që sheh, po punoj, vëlla Koraj. Edhe nëse do të më thuash të njëjta gjëra, mos u lodh kot sepse nuk të besoj. E kuptova, në rregull, në rregull. I beson atij djali, më shumë se sa mua. Nuk kemi që të bëjmë në lidhje me këtë. Por nëse vjen me mua do ta vërtetoj se është një gënjeshtar. Më fal. Nuk ishit leksion tani? Jo. Si ka mundësi? Jazi më tha se kishte orë. Ja, pra Elul. E dëgjove vetë? A i pa cip të gënjeu përsëri? Po të them se po të mashtron. Eja me mua që të ta vërtetoj këtë gjë. Në rregull, të shkojmë. Çojet e vajza e ti. Do të kujdesemi për të më vonë. Zotri Dorson, Zotri Dorson, Zotri Dorson. Baba? Shpirt. Ky shofer e mori pasagjerin që përmende. Ai do të të çojë aty ku e la. E faleminderit shumë, shumë faleminderit. Çfarë po bën ti këtu? Era të të gjej, zemër. Por më kapan. Unë nuk munda. Ti nga kush e mësove se ku ndodhem unë? Po të kërkojmë që djebi. Të gjithë po të kërkojnë. Zoti Tarikoja mori vesh lajmin. Nga policia ose prokurorit nuk e mbajnë mend. Ata gjithën gjurmë të këtyre njerëzve. Dhe pastaj pyetet sa njerëz dhe i gjeta këtu me mënyrët e mia si çdi unë. E gjete vendin me mënyrat e tua? Apo i njihet tashmë këta tipa ti? Jo, zemër. Nga mund t'i një kjo. I gjeta duke pyetur ca miq. Të gjitha ata vagabondat më ndihmuan kur u thash se vajza ime ishte e zhdukur. Të gjitha ata më ndihmuan mua. Dhe Zoti i bekoft. Si është nëna? A ka qarë shumë? Nuk e di, shpirt. Nuk e pash nënën tënde. Dolem nga puna kur mora vesh se je zhdukur. Për të kërkuar ty. Duhet të kishe shkuar tash atë më parë. Ajo së murët kur është e mërzitur ti e di këtë? Jam e sigur se tani s'po ja vë vesh askujt. Duhet të je duke ndëshkuar veten. A e ke thirrur policin? Jo. Nuk e thira. Për sa?
Baba e jut është bataksi. Pse të më besonin mua? Kush do të më merrte seriozisht mua? Kush? A të dhem shumë? Dhem sepse më ranë për vdekje. Më goditën me thikë në gjithë trupin. Hajde të ta pastroj plagën, që mos të infektohet. Duhet të ketë diçka këtu. Jo, unë nuk mund të pres këtu kështu. Do të shkoj ta kërkoj. Edhe unë po vi. Policia tashmë po kërkon kudo. Çfarë mund të bëni ju? Mund të bëjmë më shumë se sa të presim. Vajs, mos u shqetëso, në rregull, bëre më të mirën tënde. Një minut. Ku mendon se po shkon ti, ha? Familja jote është këtu. Mjafton me kaq për atë grua. Ne bëm çfarë mundëm. Sibel, kur u bëre kaq mizore ti? Ha? Kur u bëre kaq egoiste? Që kur na qenë ka egoiste të mos vësh askënd para familjes tënde? Por me sa kuptoj unë, ne nuk jemi më të rëndësishëm për ty. Derisa shkon me atë para vajzës tënde, apo? Sibel, mos u bëje lig. Po përpiqem t'i gjej ata që ja bën këtë vajzës sime. Faleminderit shumë. S'ka problem. Shpresoj të mos keni problem. A është në rregull? Faleminderit. Si po i hedh parat? Unë të thasha idiot, po të mashtron, për ti nuk më besove. Shiko, gjithë shka ishte gënjeshtë që nga fillimi. Je më mirë apo jo? Më ranë për vdekje. Nuk patëm pikë mëshire. Më shiko. Ajo shoqja jote ku është? Ajo shpëtoi. Unë ndihmova. E hapa atë dritaren aty. Pastaj vura jashtë këtu që të mos e kuptonin. Edhe? A është dritari ende hapur? Po, Pse nuk tregove që me fillim bi? Hajde të ikim që këtej. Ndalo nuk mund të bësh asgjë. Do të na kapin. Nuk e dim se ku janë ata tipat. Nuk e ke idenë se çfarë do të bëjnë. Duhet të ikim që këtej, hajde. Prit, vëre këtë. Vendose këtu. Ke kujdes, në rregull? Do t'ja këpushja kokën në atë moment, për fat ka klient. Mbylle.
E djelash, kjo është akia që po kërkon, këtu ndaluan. A je i sigurt? Të falenderoj shumë. Marë të drejqi. Të lutem duro, Aslı. Nuk do të lë këtë, ta dish. Do të shpëtoj. Duro. Të pyesim te dyqanet këtu për rreth, ndoshta e kam parë këtu. E dje, a ke ndonjë foto të Aslës? Sigurisht që kam, sigurisht. Ja, prit tani e marr. Gjithmonë e mbaj foton e vajzës time në çantë. E dje, në rregull, qetësohu tani të lutem. E dje, te kërkoj falje në emër të Sibelit, të mërziti shumë. Më vjen shumë turp prej teje. Në fakt mua më vjen turp, për shkak të Xhengizit u futët në shumë të lash. Ndaj zonja Sibel ka të drejtë të thotë çdo gjë. Nuk mund t'i them asgjë asaj, edhe ajo është nën. Sigurisht që jo. Pse do fajsohesh e ti për ato që bën Xhengizi, më thuaj? Pse do turprohesh e ti për shkak të tij? E vetëm gjë për cilën mendoj tani është vajza ime. Hajde të pyesim. Ata njerëz të pas kanë rarë shumë keq. Dhimbja sapo ka filluar të më shfaqet. Hajde të shtrihesh pak në divan. Hajde. Kur ishe e vogël, thoshe hajde baba të shtjesh në divan. Ma kafje krahun. A të kujtohet, Asla? Je duke folur për kohën kur ktheheshe në shtëpi i dehur? Jesh dukur që prej 3 ditësh, pronari vazhdon të na telefonoj, do të na nxjerr nga shtëpia. Mjat më dërdëllit e këto. Jam i dërmuar fare. Nën, papai nuk ecën dot. Ai është semur këmba. Asllë zemër, shko në dhomën tënde. Jo, unë do të kujdesem për papaj. Eja, baba, do të ndihmoj unë ty. Lumë si ti moj vajza ime, ti punon një herë në jetë. Nuk më doje si vajzën tënde, por më konsideroje dhe më doje si kur ndonjë të qenë të gjo rrugë. A e di se çfarë më dhem më shumë? Që unë ma dje dhe këtë e vlerësoja. Isha aqe nga zëllyer unë. Çdo natë prisja që të vije para se të flija. Këtë drejt, bia ime. Unë jam një fundrin.
Nuk mund të ish as baba për ty, as burr për nanën tënde. Ketë drejt të më lesh të vdes këtu. E meritoj edhe unë. E meritoj. Mos ki merak. Nuk do të lë këtu unë ty. Do të shpëtojmë të dy nga ky telash. Ej Lyl, nuk doja të lëndoja, doja vetëm që të shihje të vërtetën. Kam parë shumë meshkuj që shtiren sikur janë të pasur për të bërë për veten ndonjë vajzë. Por kjo është hera parë që shoh dikë që bën sikur është i varfër. Interesante. Dhe vjen me minibus. E di çfarë? Mendoj se e ka blerë kompaninë e atyre minibusëve. Por mos u shqetëso. Falmeje e kuptove se çfarë gënjeshtari ai është. Nuk do ta lejosh të mërzis më tani e tutje. Mjaft. Në rregull, mjaft vëlla Koraj. E kuptova? Më lë rehat më. Dua të jem vetëm. Të paktën e oqa qafe ato mashtruesin Jazin. Ky është goxha për parim. A të bën diçka aty? Më trego mua. A të prekën atë aty? Pra atë qëllim e kishin. Po nuk munden ta bëjnë. Unë shpëtova nga ata. Shqyqyr Zotit. Nën. Unë shpëtova fal Aslës. Nuk do t'ja dilja, po të mos ishte ajo. Mos ja trego as kujt këtë gjë. Për ndryshe ajo do të marrë gjithë me vitën. Ajo vajzë. U përpoqe të shpëtoja Aslën, por nuk ja dole dot. Vrapove ta shpëtoja atë, por nuk mundet të ktheheshe. Në rregull? Mund ta gjejnë atë ose jo, nuk e dim se çfarë do të ndodhë. Qoftë nëse kthehet ose jo, ti duhet të jesh heroine e kësaj skene. Mos lejo askën të mendojë ndryshe. Në rregull. Ku është Ozane? Ai shkoi të kërkonte, por nuk e di. Teta Zhulide, a vetëm shkoi Ozane? Për herë të fundit shkoj me babajnë Aslës. Telefonoj teta Zhulide. Telefonoj me njëherë. Ata tipa janë shumë të rrezikshëm. Thuaj të mos shkoj atje, ju lutem. Në rregull, zemër, ti që sa unë do t'i telefonoj. Ai madje nuk e di se të kemi gjetur, po i tregoj unë. E ka të fikur. Mos e ka ndodhur diçka e keqe ati? Jo, mos e mendo atë, të lutem. Telefonoj përsëri. Telefonoj përsëri dhe thuaj të mos shkoj. Të më vrasin nëse nuk mund të arrastisim që këto. Shiko bi, nuk po lëviz që aty. Drejt që ta marë. Duhet të largojmë nga kopshti këtë njeri. Po si? Shiko, tani unë do të bëj rëmuj sikur të ka ndodhur ty diçka. Kështu që ata do të vinë për të parë çfarë ka. Dhe ai do të largohet nga kopshti. Dhe ndërkohë që ai nuk është në kopsht, ne do të ikim. Vajz, si do të ikim që këto por kaq pak kohë. Është kohë e shkurtër, nuk mund të arratisemi. Do të ikim. Nuk kemi zgjidhje tjetër.
Gjylide, mos ma mbrot arikun mua. Shkoj me atë shërptore të ndyrë dhe na la mua me vajzën e ti. Vajza e ti sa po e shpëtoi kokën, është e friksuar për vdekje, kurse ai luan detektivin me atë grua. Me atë grua nuk e di çfarë të them. Edhe vajza e saj është zhdukur Sibel? Do të ishte gabim të mos e ndihmonte. Kushdo të ishte do ta bënte të njëjtën gjë. Mua nuk më intereson kjo gjë. Ai shqetësohet shumë për këtë grua. E ngushëllon, e përqafon atë. Ç'dreqin është kjo gjë? Më thuaj ti. Dëgjoj Sibel, ajo që po thua nuk është as pak e mirë. Mendoj se nuk duhet ja thuash Tarokut. A e kam gabim? Sikur gruaja e tij të jetë ajo e jon. Nuk mendoj se Tariku do të kishte lidhje me një grua të atij niveli unë. Prandaj nuk them asgjë. Por atë mesazh e kam ende në mendje. Zonja Sibel, burri juaj po ju tradhton. E mbaj mend shumë mirë. Sibel, a mund të të them diçka unë? Mendoj se duhet të përqendrohesh vetëm tek vajza jote. Do të ishte më mirë. Ke të drejtë. Kur ta gjejnë atë vajzën Aslën, mendoj se nuk do të ketë më punë me atë grua. A të mbush ty diçka për të pirë? Nuk mund ta besoj. Askush s'ka parë asgjë. Kisha vërtet shumë shpresë. E di e duhet ta gjej Aslën, po aq sa edhe do ti. E di sa shumë e dua, apo jo? Ajo është më shumë se një studente për mua. Atë e shoh si vajzën time. E di e. Ai e duke fshehur prej meje. Mos vall Asla. Mjaft më hesht. Nëse do ta bësh përsëri të njëjtën pyetje, mos thuaj asnjë fjalë. Asla është vajza ime, e imja. Dhe e Xhengizit. Nëse ke ardhur deri këtu për të ma thënë këtë, mund të kthehesh te familja jote dhe unë do të kërkoj vajzën time vetë. Më fal atëherë. Në rregull. A e di cila është gjëja më e mirë e leksionit? Kur vitet ti sapo të mbaroj. Nuk më dukesh mirë, të nikmoj unë. Nuk dua. Eylül, si është puna? Çfarë ke? Pse po sillesh çuditshëm? Jam e zëna, nuk e sheh? Nuk ka shumë njerëz atje. As shefi nuk është këtu. Tani më thuaj, pse je zemruar? I mora vesh të gjitha unë. Të gjitha. Në rregull? Këto do të më duhen. Ndim! A nuk ka njeri? Diçka i ndodhi babait tim! Babai im ka kriza! Në ndihmoni dikush! Po vjen, hajde.
Hajde. Prit, ti do të merrem unë me këtë punë. Shko atje. Përbes po vjen. Duhet të bërtas edhe më shumë. Ndim! Ndim! Baba im ka kriza, ju lutem na ndihmoni. Çfarë po ndodh aty? Çfarë do të bëjmë? Baba, shiko sa po të hyj do e godasim në rregull, nuk kemi zgjidhje tjetër. Nuk kemi zgjidhje tjetër. Vajzë, mos e çmendur ti. A mund të përballemi me këta tipa? Do të përballemi, baba. Do të përballemi. Duhet patjetër. Hajde. Gënjeshtar të mëdhenj. Mendoni se mund të më mashtroni? Ule aty poshtë, hidhe. Hidhe poshtë. Ik mbrapa edhe ti. Pra doni të aratiseni, ha? Ku mendoni ju se po shkoni? Hey. Çka? Ku është vajza tjetër? Ku është vajza, më thoni tani? Said, e këtu! A je i verbër ti? Ku është vajza tjetër? Shef, të betohem se këtu ishe duke Si fjetur. ai që po fle? Ku është vajza tjetër? Kur dhe si iku ajo? Më thuaj si iku, kur ka ikur ajo? Ka ikur para shumë kohësh. Ajo duhet të ketë njoftuar autoritetet deri tani. Mendoj se duhet të largoheni që këtu sa më shpejt jetë e mundur. Policia do të vinë shumë shpejt. Vëlla, çfarë të bëjmë? Të ikim tani me njerë, mere vajzën. Jo, nuk shkoj unë askund, më lësho, më lësho. Më lësho. A mendon se ty do të lëm këtu? Po këti çfarë t'i bëjmë? Do ta vrasim. Jo. Lëreni, ju lutem. Do të bëj çfarë të doni, por ju lutem mos e vritni atë. Mos e Hesh vritni. tani. Zotëri, ju lutem na lini të shkojmë, ju lutem. Nuk do të themi asnjë fjalë askujt. Mbyllë gojen të mbyllë. Ti çfarë po pret? Shko lart. Ka shumë vila për rreth që përputhen me përshkrimin e vajzës tënde, po i kontrollojmë një nga një të gjitha, por na duhet shumë kohë. Ty më është ajo atje? Sikur po digjet diçka. Nuk më duket si diçka serioze. Njerëzit shpesh djegin goma këtu. Më fal, zotëri oficer.
Si mund t'ju ndihmojmë ne juve? Nëse është e nevojshme, mund të kontrollojmë shtëpitë. Ec tani! Mos ma shtrëngo krahun. Ec lart, ec shpejt! Ec! Shpejt lart! Shpejt lart! Sajt! Çfarë po ndodh atje? Lart, eja, ec! Ec! Ku është ky njeri? Lart, eja, ec! Po na çoni kështu. Ec! Hyr aty brenda! Ja më një shokran të them. E këtu! Ulu! Ec! E këtu! Ulu! Mos thuaj asnjë fjalë se do të bëj keq! Ec! Hape këtë derë! Hape! Hape derë! Ti tani! Hape derën dhe hyrë brenda! Hape! Mirë, letësoho! Ozan! Mos i prek! Ozan! Asla e mirë ti? Ozan! Je buri vërtet. Fëllit sirë. Hajde ikim që këtu. A je mirë ti? Mirë, ja. Hajde zemër, hajde. Dhe mos u përpiq të na ndjekësh. Mos guxo. Hajde baba, hajde. Ndaloni ju si cillova! Ik aslı, ik! Do t'ju vras të gjithve! E shtën ishte ajo? Nga erdhja e dëgjuat mirë? Erdhi nga vendi ku ka tym. Po, shkojmë të kontrollojmë. Prandaj jam e mërzitur. Tani me leje. Nuk e kuptova. Çfarë more vesh? Unë ty të besova. Besova gjithë shka që the. Zgjodha të të besoja pavarësisht se qarë thoshin të tjerët. Thashaj nuk do të bënte këtë gjë. Ti qëfar bëre? Tregove se ata kishin të drejtë. Ej, Lyl, nuk bëra asgjë për të të lënduar. Nuk mund të bëj edhe po të doja. E bëre? Ti bëre atë që ureja më shumë ti në jetë. Më gënjeve duke më parë në sy, më mashtrove mua. Më vëre në vendin e budallajt. Jo, kur Do të besoja. E di që unë prap do të besoja ty. As nuk do të më interesonte se çfarë do të më thoshin të tjerët. Pavarësisht se çfarë do të thoshin të tjerët, unë do të besoja. Para pash me sytë e mi. Unë ty të pash duke shëtitur me atë makinë të shtrejtë. Më gënjeve dhe u tallë me mua. Bëje si kur t'ishe i varfër. Sa budallaqe jam. Nuk mund ta kuptoja. Kur erdhe në fshat, u mërzita me ditë të tëra që i shpenzove paratë e gjepit për mua. Shqetësuesha se çfarë do të haje gjatë gjithë ditës. A e din këtë? Por në të vërtetë je shumë i pasur për ta vrarë mendjen për paratë. Ej, Lyl, shiko. Mos. Nuk dua të kem të bëj fare me një mashtrues si ti. Mos më dile dhe njëherë, as njëherë për para.
Ndihmë, hapeni derën! Na ndihmoni! Jemi në rrezik! Hapeni derën! A nuk ka njeri? S'ka askush, drejt që e mardh. Hajde, ikim që këtu. Mos lëvizni! Nuk mund të shkoni askund. Nuk mundet as pak të lëvizni. Qeso, dëgjosh që simi imi vetëm është të çoj këtë vajzë në shtëpi që ndoshë mirë. Asnjë gjë tjetër. Nuk kemi asnjë problem me ty. Prandaj mos gjuaj. Kote ke që flet djalo. Po vjen policia. O, dreq! Ozan! 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 Çfarë bëre kështu? Ozan! Ozan! Ozan e mirë! Mos hik! Hajde këtu! Hajde! Hajde!